Konsideroj që në partitë opozitare. Opozita? Po, sepse me që çështja është politike, ata duhet të shkojnë një hap më tej. Pra, unë gjithmonë kam pas të bindje dhe e përsëris. Nëse ata janë të interesuar realisht ta sfidojnë kryeministin Kurti, ata nuk mund ta sfidojnë diku ku ai ka të drejtë kushtetuese për të nominuar dikë. Po ja mohojnë. Po natyrisht. Drejtën kushtetuese. Po atë drejtën e natyrisht po ata gjithmonë po them. Ka propozuar, si ka numrat zoti Kurti? Po, shumë mirë. Po unë po shumë mirë, po është faktike. Po saktë, po dhe shumë mirë. Kjo është saktë çka po thoni. Po nëse janë të interesuar po them unë. Ta sfidojnë. Ish votu zonja Haxhiu. Po nëse janë unë vendosa një parakusht. Edhe parakushti ishte, nëse ata janë të interesuar ta sfidojnë kryeministin Kurti. Ata e sfidojnë duke i pamundsuar atij që të formojë qeverinë, jo të zgjedh kryetarin e kuvendit për çka i takon kushtetutshmërisht lëvizjes vendosje. Pra, unë konsideroj se këtu do të jetë racionaliteti politik. Nëse çështja është politike, siç e thotë edhe kolegu Osmanaj, këta duhet veprojnë politikisht në këtë mes dhe nëse janë të interesuar realisht politikisht. Po ata të cilët e supozojnë bllokimin e institucionit jo për të bllokuar, si ta themi, zgjedhjen e zonës Haxhiu në atë post, sepse po e bllokon secila njëri duke e nominuar të njëjtin dhe tjetri duke e penguar nominimin e të njëjtës dhe fakti pse po e bëjnë këtë janë për dy arsye. E para, partia që i ka fituar zgjedhjet nuk shkon një hap më tej sepse e ka të vështirë që të konstituojë institucionet e vetme për shkak të mungesës së numrave. Dhe ka e dyta, po pra, çfarë po të them pikërisht afateve kohore 15 ditë. Kjo është çështja. Të dytët, ta që kanë humbur zgjedhjet, vendosin që të pengojnë fazën e parë, nga që nuk janë të gatshëm për të shkuar përsëri në fazën e dytë. Çka një shembull, po supozojmë që lëvizja vendosje do të bëjë një nominim të dikujt tjetër dhe do të votohej, po supozojmë i njëjti kandidat dhe do të konstituojë kuvendin. Gjithçka do të rregullohej. Çështja kyçe që vije pastaj është se çfarë do të bëjë kryeministi Kurti, a do të mund të formojë shumicën? Nëse ky nuk mund të formojë shumicën, pastaj automatikisht me gjas do të mund të kërkojë ndoshta i nominuar i dytë. Dhe në këtë rast zonja Osmani, presidentja e vendit, me që edhe zoti Osmani ka mbi emrin e njëjtë, zonja Osmani në këtë rast do të mund të përfshihej si palë, si president e vendit në nominimin e një kandidatit tjetër. Nëse eventualisht nuk janë të opozitës, ata të cilët do të mund të nominonin dikë të përbashkët, atëherë krejt betejë do të jetë këtu, që kush erzo kën dhe çfarë imazhi do të kenë te votuesit. Jam më së i bindur se keqa po ndodh tash nuk lidhet me mos konstituimin e kuvendit, po lidhet në mënyrën se si po projektohet vjeshta aktivitin në të cilën partitë politike me gjasa shohin veten në një proces të ri zgjedhor. Dhe këtë kalkulimet janë kështu: a do të kalojë nisma pragun zgjedhor, a do të mund Alianca për Ardhmërinë e Kosovës të jetë në një pozicion në të cilën po ashtu do të mund të kalojë pragun zgjedhor, se do të jenë situata aktuale në lidhjen demokratike, a mund të ketë një përplasje të brendshme atje dhe çka nëse eventualisht do të mund të ketë një parafrim me Partinë Demokratike të Kosovës.